drejt në frekuencat 102.2 apo radioplus.fm. Jemi këtu drejt për drejt edhe gati për me fillu një intervistë fantastike. Jemi në zemër të festave, siç po shihet edhe prej këngëve në Radio Plus që gjithmonë transmetohen edhe nuk mungojnë asnjëherë. Edhe Prishtina po shkëlqen bashkë me këngët e fundvitet, po na nuk mundemi me përmbyll viten pa fol për verë ndimër, për gjithë atë atmosferën festive edhe fantastike që po mbizotron në Prishtinën tonë. E kemi sot këtu Bardh Krasniqin nga Sport Marketingu. Bardh, mirë se erdhësh gjithmonë kënaqësimet pas në studio. Mirëmëngjes, kënaqësi është me qenë me ty gjithmonë. Po jo mos zgju kaq herët, a? Po kur po e mendoj që ti e zgju 1-2 orë më herët unë fanina shumë. E vërtet. Shumë komfort. Bardh, sot po dal shesh, po dal të verë ndimër, po i shoh dëgjosh njerëz të u kënaq, në farë atmosferë shumë e mirë, po jam prind me fëmijë çdo kant të sheshit të shtëpizat, edhe po kënaqem, po i lojnë shumë do kujtime të mira në shesh. Po m'pëlqen shumë që kjo atmosferë që është botash, që kiku dal, kiku shkon. Po kjo veç po bëhet tradicionale, tash në shesh njerëz dalin për shkak se është një hapësinë publike, qendra, gjithmonë kanë dalë, po tash po kanë arsye pak më shumë të dalë. Pe edhe një gjë që përveç qytetarëve që për një mend pe frekuentojnë shumë, edhe jam shumë i lumtur sepse ato hapësina janë për ta, edhe ai organizim është për ta. Edhe po shoh edhe turiste. Kryesisht po shoh turiste, po shoh të hujt, rajonit, shumë interesant të Turqisë. Kështu që kjo është një hap pozitiv, po më duket që na po ofrojmë diçka, sepse kjo është sinjali i parë që ti po ofron diçka, njerëz po njihen mirë, kështu që ky është edhe qëllimi ndërmarrës i komunës me ofru platforma interesante për qytetarë njerëz që vizitojnë Prishtinën. Sport marketingu është pas krejt kësaj atmosfera që po e mbizotron sheshin tash. A ka qenë qëllimi prej fillimit ky që na me pas audiencë apo publik të huaj edhe me u njoft për këtë Christmas market tonin që e kena? Po, Sport Marketingu është ndërmarrje për ata që se dinë, është ndërmarrje publike lokale, siç janë edhe ndërmarrjet e tjera, siç është trafiku urban, Prishtina Parking, ndoshta është me njoftu pak. Po. Çka është puna, kështu që është 100% publike, është ndërmarrje komunale e komunës dhe mirët kryesisht me organizime të eventeve, me organizime të eventeve sportive, me investime në infrastrukturë, por që kryesisht kanë të bëjnë me fusha sportive, rekreative e të tjera. Ta shtym të tema e që më pyte. Po, qëllimi i një qytetit është që të frymoj pozitivitet, krijoj mundësi edhe për qytetarët e vetë që të ka një ekosistem më të mirë sa i përket edhe punës, zbavitjes, marrjes me sport, ecjes e gjitha ato. Festivali është një prej tyre. Domethënë kemi shumë segmente të cilat ty të bojnë më unim mirë pse jeton me një qytet. Kështu që qëllimi i festivalit gjithsesi të gjitha festivaleve është që të tërheqim turistë, të tërheqim vizitorë, të njoftojmë njerëz me qytetin tonë, me shtetin tonë, me Kosovën, kështu që prej vitit të kaluar ne kemi trajtuar këtë temë mjaft seriozisht. Duke marrë shembull edhe nga festivale tjera, siç po e shohim Dashmovic Sun Hill Festival është një prej më të mëdhajve në botë, mos themi, edhe ashtu synojmë edhe ta kthejmë edhe këtë festivalin tonë, i cili gjithsesi është shumë i gjatë, është problematik në organizim, nuk ka faktikisht nuk është i izoluar, po është i hapur, është publik, kështu që i ka pak disa nuanca pak më të vështira për me mirëmbajt, edhe për nga pastërtia, edhe për nga siguria dhe organizimi, sepse njerëz nëse kanë diçka lypin, nëse ka diçka gjatë këtyre ditëve dhe ti i ke adaptuar me program tillë, njerëz presin gjithmonë me pas mirë e më mirë. E na synojmë me bë mirë edhe më mirë. Çka ka pas ndryshime në këtë vet mas shumte. Verë ndimër u bota është tradit, që e the edhe vetë, edhe për me veç për shkon të u rritë edhe të u bo ma mirë. Çka ka pas ndryshime këtë vete, kemi pas, po flasim për konceptin, hapësirat e reja, po flasim për Wonderlandin tash që është të rekonë që tash që nuk e kemi verë ndimër këtë vit të George Bushi. A mundesh më na tregu edhe, a ka pas ndonjë ndryshim të aplikime i bizneseve? Jo, fatmirësisht bizneset e shohin si mundësi shumë të mirë. Bizneset e gastronomisë e presin me padurim. Na zyrtarë që veç merren me aplikim prej muajit tetor
kthejmë përgjigje që gjithsesi do të organizohet, do të jetë kështu pjesa e planit, dhe gjithmonë kemi atë procedurën që prezantojmë planin. Shumë ka pas interesim, edhe këtë vit dikur mos them vetëm afër numri është afro 420 aplikime, nëse zgaboj tash s'pimojnë mend mo. Edhe çka ka pas ndryshime është gjithsesi pjesa e George Bushit. Pjesa e George Bushit, si të dim gjithë që është duke u punu, apo është bllokuar në farë forme tash për momentin, edhe shpresojmë që me rifillu me u punu, sepse pikë së pari i nevojitë të shtetit. Përndryshe, festivali është adaptu në numër më të vogël biznese, po në mënyrë shumë adekuate. Tash njerëz e kemi vetëm një skenë që është mjaftueshëm vallë, ku janë bizneset e Skënderbeut, aty kemi afër 4-5 biznese, ndërsa pjesa e Zahir Bajazitit tek amfiteatri, përmbi amfiteatër aty kemi 22 biznese. Po. Plus asaj kemi pjesën poshtë që është patinazhi, e këtë vit e kemi rrit, e kemi buat formën 2 fishta ati që ka qenë, është sa 2 heraj, edhe po mendoj që ky kombinimi i aktivitete, muzika atje, muzikë më lehtë këtu, po e shoh që edhe njerëzit po e gjejnë veten më lehtë. Po. A ka pas diçka për zgjedhjet e zhanrit muzikës se programi artistik është gjithmonë gjithçka, se natën, norte, vona, dyqysh çka të duhet ty është më shku me u relaksu me një muzikë që ndoshta nuk e keni ma moti ose me një live me pas atë atmosferën. Çka ka pas, a ka pas ndaj preferencë të zhanrit këtë vit? A e keni këshyr qa me zgjedh, a veç çka ka pas për momentin? Muzika është, si që të cekë edhe ti, është gjithçka në vendin e dur, në kohën e dur. Nëse ja huq muzikës, Po, normal. Do me thonë edhe atmosfera e merr atë trajt. Na gjithmonë i përzgjedhim muzikën, kemi qëta music collectors që janë si pjesë të zonave. Normalisht fillon ma herët, tash bizneset po qelen në ora 11, kështu që muzika... Po ka dhe ditën muzikë. Po, gjithësi, po. Muzika është më e lehtë, muzikë franceze, muzikë festive, si që patëm edhe këtu në radio, që mos me dominu shumë, përsa për këtë pjesën komerciale, ku njerëz dojnë me pa një artist, dojnë me pa një asja, ajo është mundësi që duhet me u afru edhe tash trendi, nuk mund është me thonë që këtë trend është trend. Po. Sidomos me miksimin e rrjeteve sociale, me disa vepra të shpejta që veç i shet që kanë lullzu, do me thonë prej TikTokit kthehet në komerciale, kthehet në YouTube, kështu që nuk mund është një përcjell trendet, po na mundohemi një përcjell trendet. Çka është një dallim që e kisha cek si vjet, është që i kemi shty gjitha zhanret në pjesën e skenës, po flas tek performuesit e Skënderbeut, i kemi jap mundësi shumë artistëve, edhe artisteve të cilët nuk kanë marrë pjesë herave të kaluara, edhe tash njerëzve po ju pëlqen, po e shoh që ka komente pozitive, edhe kjo është qëllimi i festivalit, më ofru hapësinë. Na jemi kështu shumë shpirta gjallëror në Prishtinë dhe në Kosovë në përgjithësi. Edhe gjithë kanë nevojë kështu me ndryshu pak vend. Edhe verë dimër është gjithmonë ai vendi që na duhet gjatë dimrit, se dimri është pak i zëmt për neve, se na verë se kena shumë gjallëni këto. Edhe dimri kur vjen na mezi presë me shku verë dimër se ose prej Skënderbeut shkona te Zahir Bajaziti, mandej shkona te Wonderland, edhe kemi një farë miksi kështu që kemi ku me shku, kemi çka me bo. Po duhet tash me ditë çka ka qenë sfida më e madhe që ti me në përgjithësi stafi sport marketingut, me pas si qëllim çdo preferencë qytetarëve. Në përgjithësi, se nuk mundesh secilin me kënaq, po jo, s'mundesh. Është problem, spori duhet me nejt në atë mbrojtjen e rregulloreve lokale, të cilat nuk mundesh me i shkel, se është shumë e rëndësishme, sepse ato janë bu me një farë studimi, nuk janë përcaktuar rregullore të veçantë. Edhe është shumë e rëndësishme rendi dhe siguria në ne, për neve, si institucion publik, ndërsa për pjesën tjetër, sfidat cilat janë. Sfidat zakonisht janë në përshtatjet infrastrukturës me ato që do me ofru edhe me organizu. Sfida tjera këtë vit nuk kemi pas, sepse veç tash kemi hi me një farë lloj modeli sistemi ku
ku po e dim çka duhet me ndërmarr. Sfida gjithmonë është komunikimi me gastronom, është pak më problematik. Secili mendon që e ka drejtën e vet, secili mendon që dikuj po ja bën pa drejtë, duhemi normal me mirë në këto raste. Me humor me ta, me u kujdes për ta. Unë sfidë gjithmonë është pastërtinë. Në momentin që është pastër, për mua është. Që shpe aboni me siguri, apo është e lehtë menaxhimi i sigurisë në shesh? Po e kemi të angazhuar edhe policinë e Kosovës me një numër të përcaktuar, të cilët ata e bëjnë planin operativ në bazë të turmës, edhe gjithsesi kemi edhe kompani private të sigurimit që i ruan edhe pajisjet edhe bën atë sigurimin e perimetrit, edhe për artista, po edhe për mos. Barë tash po du me fol pak për ekonominë. Qysh e cilëson të ndikimin e verë ndimër në ekonominë lokale në Prishtinë këtu? Përveç bizneseve normalisht. Unë po munduam me qenë objektiv, sepse na jemi një ndërmarrje që e ofrojmë atë, mirë po qëllimi i publikës është me ofru diçka që me përfitu i gjithë komunitetit. Varësisht dhe është biznes, a është komunitet artistik, apo çka do të është. Unë e vlerësoj si shumë të rëndësishme. Nuk e vlerësoj unë, po e vlerëson sistemi, sepse ne po e ofrojmë edhe po kemi kontakt direkt me biznese. Edhe kemi një farë feedbacki të vazhdueshëm me ta. Kështu që interesimi tregon gjithmonë sa ka rëndësi. Për neve, për mu personalisht një udhëheq i ndërmarrës është tejet i rëndësishëm sepse ka një cikël të tërë ekonomik brenda. Prej fillimit të furnizuesve që furnizojnë pavarësisht ashtu ushqim apo pije apo figurë apo çka do që ata e kanë në menyn e tyre, aty fillon ndikon pastaj në biznes, ndikon në punësim sepse duhet me i punësu të rit, ndikon në artistat që na i ofrojmë, na i paguajmë, kështu që është një farë cikli ekonomik, si ekonomia funksionon në mënyrë tillë, ndryshe nuk mundet. Një segment shkutët, atëherë kemi shkuti, kështu që për Prishtinën është tejet e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Na e kemi po është gjithashtu një ekonomi të breshtë, varemi shumë në këto ofrimin e shërbimeve publike, kështu që kjo është një ofrim, një hapësirës publike, një shërbim publik në të mirë komunitetit, biznesit, spesifikisht hotelerisë, gastronomisë, edhe është shumë e rëndësishme për qytetin. Bardha, çka janë planet për vitet e ardhshme? A keni ndonjë plan, ndonjë ndryshim që doni me bëu? Tash po kthehemi prapë te tema ku neve na duhet hapësirë publike. Kjo është bo temë, edhe është normalisht ka kaluar në temë politike, se është temë politike, kur një projekt bllokohet është temë politike, nuk guxon me u blloku sepse është e krye shtetit, ne po e shohim që kemi nevojë për hapësirë publike. Hapësira ju vjen çka punon tash po e vrim. Na gjithmonë kemi ditë, kemi planifikuar, kjo është çmoti, në master plan që duhet me qenë një shesh i gjatë ku i ndërlidhet gjitha pjesë të shtetit, po mos tim na tem trim happy na se jemi para vezna. Na jena pozitiv këtë mëngjes, jemi shumë mirë. Po, kemi plane konkrete se qysh do të adaptohet festivali Verë Ndimër në një festival në plotëni i mbizotruar nga arti. Jemi të e bo planin tash, ka me ndru formë, do të ndroj formë, sepse në statut ose të qëllim ndërmarrja e ka që më ofru ma shumë publike. Dojmë i prek pak ma shumë trit, dojmë i integru pak trajnime publike, workshopa publik, karnevale ndryshme, pundore apo që shqitojnë këta të hojtit praktik with hands-on, me pas art ku fëmijët integrohen, tash që kjo është qëllimi. Nuk do të thotë që komercializmi është gjithçka. Duhet me i segmentu, me i po bashkë, me integru njëna me tjetër, edhe secili me gjetë vetën. Tu e marr parasysh këto vitet e fundit, edhe se vjet që është sa mirë atmosfera dhe organizimi është perfekt. Nuk kam dyshime në ato që e bën, edhe nuk kam dyshime që veç kam e shku të u bo ma mirë, kështu që unë veç po ju uroj shumë suksese, edhe po shpresoj kur të doni. Ti e ki ekskluzivitetin, që të japi qëtu. Faleminderit shumë. Shumë në shkurt viç, po besoj që finalizojmë, se është u punu. Po. Gjatësoj kohë është u punu, qysh me ri
konceptu, edhe ajo ka qenë fillim qëllim, po tash më rikonceptu modelin e verë ndima dhe ka me qenë. Perfekt. Unë bardh mezi po pres me ardhë dhe me fol tash për sukseset, jo për planet që i keni edhe për me i finalizu, edhe kena me fol për sukseset që kam e pas. Shumë faleminderit. Unë jam i gatshëm të falenderoj për sot për intervistën. Gjithmonë kënaqësi marr me ty me bo muhabet, që shtojmë na, se është më gjes i qelë sytë me energji pozitive. Pyetjet mira, temat jo të rana, temat letra. Normal që aty mundohemi na. Një kafe për përësë ma qitë, se më keni qitë kafe. Me njerë. Faleminderit shumë. Faleminderit aty. Ju do gjusë Radio Plusit, vazhdojnë t'jeni me ne, po shkona me një blok të shkurt marketingu dhe rikthehemi përsëri në studio.